Sot edhe kisha në Shqipëri kremton edhe një rast të veçantë. Ju dini që 26 prill ka qenë gjithmonë dita kushtuar për kujtimin e Zojës Mari, nana Këshillit të Mirë, që as pajtoria e Shqipërisë. Shpalja që u ba 130 vjet përpara, e për të arsye solemnizohet në këtë vit, dhe mënyrë veçantë, sidomos në Shkodër, patjetër që është selia natyrore, e me ardhja e kardinalit e Shem Maria Maggiore nga Roma, e sonte do të kemi një kremtim veçantë atje me të gjithë i peshqvimt e Shqipërisë, edhe me administratori apostolik i ri e Shqipërisë jugore, që ndoshta e keni dëgjuar diçka. Mirë, e në rallën e parë tani kërkoj me përvojtëni bekimin e Zotit në këtë Eukaristin që do të jetë një moment hir, një moment përforcimit për jetën tonë dhe përgjithshme, që nëse një bariu njerëzor shkon, sepse jemi stektar, jemi në shërbimin e kishës si misionar, po vjen ai që është bariu i vërtet, mos shikoni se masa ta barint toksore ka gjithmonë një bariu më i madh, që është bariu i bukur, bariu i mirë, për të cilin na flet Ungjilli sot.